pajtona me këtë pjesën e Bushatit, domethënë A e kupton, ka fillu me ndonë Berati si ti. Ke ndryshuar ti, jo unë. Jo, i kemi disa pika ko pas kohët që pajtohet. Ke ndryshuar ti. Jo. Se Berati edhe unë vazhdoj me ndojnë për shumë pajtona te ajo që skena politike në Shqipëri do të matet para protestës dhe mas protestës. Ka pas shkruar Tan Hoxha, kolegu i nderuar, kur ishte Berisha në burg me bluzën e Berisha Free, që të shkon të ke opinioni. Kur të më vish ti herën tjetër me Pelikan në vend Këmishës, unë e pajtona vetëm të impakti që ka protesta, edhe sot po të mbyllet, unë isha atje, domethënë pak herë drejt për atë, hera parë që dola pash live, nuk është se si e paraqesin mediat proqeveritare, edhe sot që ka rënje është mjaft e madhe, domethënë vazhdon të prej atyre tre soliterave që ka janë. Ja, rënje nuk ka kjo protestë. Jo, vrasi me dje kishte. Nuk dje ka qenë më e madhe se. Dje ka qenë më e madhe, par dje ka qenë më e madhe se dje, domethënë. Jo, një sekond varë, ke ora kur shkon, ora. Kjo pasor, domethënë 19:00 pasor 8 darkës shto. Pasor 8:30 kjo bëhet dyfishohet. Unë po e matim me të njëjtën kohë dje. Domethënë se tash edhe dje të njëjtën kohë. Si ka se Okej. Unë kështu i dhon kredit. Ajo çka unë e kam thonë, kam provu para herën e fundit kur kemi qenë këtu, më thonë çore. Protesta, nëse nuk I dihet epilogu pa gjithsesi ka mushu. Domethënë, nëse nuk udhëhiqet për një strukturë partijake, politike, një konglomerat forcash, ata që janë aty dhe më thonë qeverisë këto janë kushtet tona, kemi këto kushte, ai plotson as si plotson, kjo do të shuhet se nuk do shuhet, edhe e vendosin bashk. Po e vën bas, domethënë se bashk publik, nuk do shuhet, po do rritet. Okej, e vën bas publik. Pra, kom hulumtu kohëve të fundit, domethënë protesta më fuqishme që kishte një impakt madh e dekadave të fundit është ajo në Tahrir Square, ka zgjat 18 ditë. Në ditën e 18 ka dhënë ndërheqje Mubaraku, po edhe kur jep ndërheqje Mubaraku e merr ushtria, domethënë ai jep ndërheqje, po e ruan pushtetin, e ruan dikush tjetër pushtetin. Ka pasur viktima të ajo protestë. Jo, s'ka pas as shumë. Jo. Goxha Fatsore ka qenë në Egjipt, ishte në Tunizi ka pas viktima, po. Në Egjipt kanë hedhur njerëz nga ura dhe i kanë vrarë gjatë protestave. Mos hymas, inshallah nuk kemi. Po irelevante është ajo, po relevante për mua është e para. Kompani Gjenerat 3 që nuk e kompon zgjedhje, domethënë kom qenë zgjedhjet e fundit këtu, ose abstenojnë ose nuk janë të angazhuar politikisht. Gjenerata që është nër 30 vjeç është e pa angazhuar, nuk ka mendim politik. Kjo protestë një numër të madh gjeneratës re që janë aktiv në TikTok, në Facebook, në Instagram, I ka bën me mendu politikisht që është jashtëzakonisht e vlefshme për shoqërinë, edhe për demokraci. Nuk ka asnjë lloj demokracie që mundet të zhvillu në kushte normale nëse s'ka protestë nga poshtë. Se si do definohet kjo, pastaj është çështje tjetër. Unë jam skeptik me këtë sepse protesta është e përbërë prej grupacioneve që pothuajse s'kan asgjë të përbashkët me njëra tjetrën. Pra kjo është çështja se si do t'ja lidhin kryt protestës. Një përbashkët e kanë. Asnjë. Një ta them njën. Në ka gjë që I bashkojnë gjithë grupacione, është largimi I Ramës. Në ka diçka që si kemi thonë se a nuk e kërkojnë. Kur filloi protesta, slogani ke Roma në burg, Berisha në burg. Vazhdon ai slogan. Po mirë, domethënë edhe këtu unë nuk e vëj dyshim një numër I madh I zyrtarëve të PD-s po mbështesin protestën. Mirë, po ata vetëm nëse e mbyllim këtë pjesën e parë të sloganit, Berisha në burg, se ata nuk e mbështesin Berishën në burg. Pra, ai zyrtari Belin Kelliçi, po ata që janë gjithë aty, a e mbështesin gjithë Ramën burg? Po. Po ja pra kjo është e përbashkëta me protestën. Ata pendojnë çim. Mos ta ndajnë. Po mirë, mos ta ndajnë, na muna me bë, si më thon, se fal dëshirës. Jo, jam duke fol për qytetarët, jo për ata që merren me organizimin. Në ka gjë kush merret me organizimin. Në ka gjë të bashkë. Unë mendoj kohëve të fundit, posaçërisht prej momentit kur dol Berisha ka thonë, dy pyetje të thjeshta fare. A je dakord që ata janë aty janë gjithë kundër Ramës? Po. A je dakord që ata që janë aty nuk janë gjithë kundër Berishës? Janë shumica kundër Berishës. A janë gjithë apo jo? Jo, gjithë jo. Kundër Ramës a janë gjithë? Kundër Ramës janë gjithë. Ja pra pika përbashkët. Po vetëm për të arsye si më apo kësaj pjesës tjetër. Bëj çfarë të dush ti Rama. Në rregull është. Le ti Rama. Po Rama, unë vetëm nuk e di një gjë. Qysh ik me çet form, domethënë, fakti që ti po proteston, është dita e 15, 16. Po ti ke thënë nuk është vetëm me këtë formë mund të iki. Ti ke thënë s'është regjim. Qysh? Ti ke thënë nuk është regjim. Një vend që nuk është regjim me këtë formë. Ashtu që shumë keni thonë ju mund se s'dalin njerëz me protestu. Ti ke një vend. Ashtu që shumë keni thonë skandal. Ha? Skandal. Që dulen. Unë kam thonë që në momentin që nuk e ka Berisha në dorë, që kanë dalë.